Prandaj bujrum e jani t'i dëgjoni. E janë të shikoni dhe e janë të verifikoni vetë faktet. E janë të merrni provat e nevojshme për të ndjerë jo vetëm të lehtësuar, po dhe krenar, për të ndjerë krenar, përse si institucionet tona e kanë përfaqësuar, qoftë në lidhje me interesimin për Stazanin, qoftë në lidhje me procesin e aplikimeve dhe të reagimeve zyrtare ndaj tyre për zhvillimin e Zvërnecit. E janë të shikoni me sytë tuaj që nuk ka asnjë status investitori strategjik të dhënë për investimin më të madh privat në historinë e Shqipërisë. E janë të shikoni duke dëgjuar me veshët tuaj, po dhe duke parë dokumentat, se si për Stazanin nuk ka asnjë marrëveshje ende sot që flasim, po ka vetëm një negociat që zgjat prej shumë kohë është tani më. Dhe pse zgjat? Zgjat pikërisht sepse ne nuk përfaqësojmë interesat e investitorëve, sado të fuqishëm dhe sado miq të mirë të Shqipërisë të jenë. Ne përfaqësojmë interesat e Republikës së Shqipërisë. Dhe në emër të atyre interesave, në tryezë, ne kemi bërë qartë dy gjëra themelore. Ishulli nuk shitet. Gjë që për hir të vërtetës as nuk e kanë kërkuar. Dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti kërkon të marrë pjesë si partner në investim dhe kërkon pjesë nga fitimi i investimit për popullin shqiptar. Nuk ka njeri me logjik që nuk e kupton se shitësat, se tradhtarët dhe se të pabesët nuk mbajnë pronën për shtetin dhe nuk kërkojnë fitime për shtetin. Se ata që mësuan Shqipërinë për 20 e kusur vite, që të rrinte si e kërrusur përpara të mëdhenjve të kësaj bote, nuk do ta kishin problem fare që t'i kishin bërë të gjitha këto për të cilat na akuzojnë ne dhe më akuzojnë mua. Por ne nuk jemi si ata. Unë nuk jam si askush prej tyre dhe si askush prej atyre të tjerëve që i dëgjojnë këto ditë me vëmendje të shtuar ato sirena. Këtë që bëjmë ne, edhe me atë grup aq të fuqishëm investitorësh, e bëjnë vetëm përfaqësues e denj të një populli që i ka votuar për të kujdesur për interesat e Republikës dhe për interesat e tij. E janë të ballafaqoheni me të gjitha kërkesat e lëna nga institucionet për të respektuar standardet mjedisore dhe biodiversitetin. Dhe po e janë të shikoni me sytë tuaj se si janë tërhequr vetë investitorët nga aplikimet, pikërisht sepse kërkesat tona kanë qenë rigoroze, institucionet tona kanë qenë këmbgulse dhe ajo që ne duam të bëjmë me atë investim nuk është një biznes i radhës në plazh, në Bregdet, po është një xhevahir që ne duam t'ja vëmë kurorës së Mesdheut në emër të Republikës Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, në emër të gjithë fëmijëve tanë, që kur të dëgjojnë për destinacionet ku të gjithë ata që dalin në bulevard dhe shohin veten në ekran, shkojnë për të bërë pushimet e tyre, që u thonë të tjerëve kemi dhe ne Vlorën, kemi dhe ne Zvërnecin. E jani
të shikoni se kush ju a ka thënë në mënyrë të përbindshme, të përsëritur, që ne pas kemi ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura për t'i hapur rrugë të zhvillimi, ju ka shaluar me një rrenë shumë të fortë që ju e keni marrë për kalë betejë dhe prandaj nuk bëni dot betejë me atë rrenë. Halli është se kur unë i them këto, përgjigja juaj është nuk ka negociata. Ndërkohë që unë nuk kam asnjë negociat për të bërë me ju, sepse nuk negocioj dot as vizionin, as programin, as kontratën me ata që më kanë votuar, që bashkë me Partinë Socialiste ta çojmë në 35 miliard euro prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë në vitin 2030, që ta çojmë në 15.000 euro shifrën e të ardhurave për frym, dhe që ta bëjmë Shqipërinë një princesh të turizmit mesdhetar. Këto nuk negociohen. Gjithsesi, për sa i takon kësaj teme, unë jam në dispozicion në çdo kohë, ashtu si kundër jam i hapur për çdo diskutim, mbi mënyrën se si duhet harmonizojmë mbrojtjen e natyrës